Dikur këshilltari i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Peter Sorensen u rikthye në Prishtinë në detyrën e emisarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ai u prit nga presidentja Vjosa Osmani, e cila pas takimit gjërësisht tregoi se emisarit evropian ja ka paraqitur vërejtjet për draft statutin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, për kushtimin e Kosovës ndaj procesit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura, si dhe nevojën për heqjen e masave të padrejta të vendosura nga BE-ja që në qershor të vitit 2023, për çka tha se ka ndikuar negativisht në jetën e qytetarëve të Kosovës pa dallim. Në kryeministri, Sorensen u prit nga shefi i ekzekutivit, kryeministri Albin Kurti. Ky i fundit kërkoi nga emisari që Bashkimi Evropian të heqë menjëherë masat kufizuese ndaj Kosovës. Zyra e kryeministrit bëri të ditur se në takim Kurti ka theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të pakushtzuar të marrëveshjes bazike dhe të aneksit të Ohrit. Sorensenit Kurti ja ka rikujtuar edhe sulmin paramilitar në Banjsk në shtator të vitit 2023 dhe sulmin terrorist në Iberlepens në nëntor të vitit të kaluar, si dhe rrezikun që terroristi Milan Radojčić bashkë me grupin e tij vazhdojnë të paraqesin për sigurinë e vendit. Emisari evropian është takuar edhe me krye negociatorin Besnik Bislimi. Duke e quajtur fillim të mirë ditën e sotme në Prishtinë, Sorensen u tha gazetarëve se qëllimi kryesor mbetet vazhdimi i dialogut e kompromiset, tha se palët i përcaktojnë vetë. Ishte një takim prezantues dhe ne biseduam se si procesi mund të vazhdojë dhe të lëvizim përpara, dhe si i tillë ishte një fillim i mirë. Qëllimi ynë është që procesi të vazhdojë. Dialogu është që të pajtohemi dhe kompromiset do të caktohen nga palët. Ky është dialogu dhe këtë e kemi bërë që nga viti 2011. Duhet të punojmë të sigurohemi që njerëzit të shërbejen në mënyrën më të mirë të mundshme dhe këtë do të përpiqemi që ta bëjmë. Sorensen tha se është e qartë që procesi i dialogut mban në vete edhe një numër të madh të zhvillimeve të rëndësishme me të cilat duhet të merren, por shtoi se do të vlerësoj se ku ndodhet i gjithë procesi, vetëm pasi t'i takojë edhe përfaqësuesit politik serb në Beograd.